Faleminderit që besove që unë të isha fëmija jotë, faleminderit që më dhe këtë edukat, faleminderit që më dhe dashurin. Përshëndetje të dashur miqtë e mi. Sot pranë jush dua të sjell një letër të një vajzës jetime, e cila i shkruan 2 fjalë nuses së xhaxhait që e rriti para se të hypën në makinën që do të shkon në jetën e saj të martesës. Ajo këtë muaj martohet dhe dëshironte që disa fjalë t'i thotë drejt familjes që e rriti dhe u kujdes për të. Mirëmbrëma për të gjithë. Unë që po e shkruaj këtë letër, jam një vajzë nga Tirana. Jam 34 vjeç dhe këtë muaj po realizoj ëndrrën time më të bukur. Të martohem me djalin të cilin vete zgjodha, vete dashurova dhe do të nisim drejt jetës së bukur. Jeta ime ka qenë e vështirë, por të lehtë ma bën njerëzit të cilët ditën të më japin dashuri. Njerëzit të cilët ditën të më vlerësojnë dhe njerëzit të cilët ditën të më japin përqafimin që mua do të më mungonte. Kur unë isha vetëm 5 vjeç, nëna ime ndroi jekt nga sulmi kardiak. Baba im nuk mundeshte që të më rriteni vetëm, ishte edhe i ri në atë moshë, nuk dua ta paragjykoj, vendosi që të martohet me një grua tjetër. Tani nuk dua të them që i mat nuk i ka kërkuar asaj për kujdesje nga mua, por e vërteta nuk ishte e tillë. Ajo siç më tregoni nuk përkujdeseshte për mua. Më linte që të qaja, më linte pa e qumësht, nuk i interesonte si isha unë dhe se si duheshte të jetë rritja ime. Kam jetuar me të një vit të plot. Pas një viti të plot, xhaxha im nuk ka qenë kundër martesës së babit, por edhe nuk ka toleruar që amaneti në këtë botë, pasi që unë isha amanet për ato, ta lërë në duart e dikujt të pasigurta. Dhe pikërisht në moshën 6 vjeç, xhaxhi im ka vendosur që të më merr. Ka vendosur që të kujdeset për mua bashkë me bashkëshorten e tij. Nëse do kisha patur një dhuratë të bukur në jetë, do t'ishte nëna e cila më rriti edhe u kujdes për mua. Në fakt nuk e ndjeva që në atë shtëpi unë nuk isha në shtëpinë time. Më dha më shumë dashuri se sa fëmijëve të saj. Më dha më shumë përkushtim se sa fëmijëve të saj. Dhe për mua, e gjitha ajo ishte një ëndër. Një ëndër që unë po jetoja. Më shkolluan, më dërguan në studime, u kujdesën për mua dhe më mësuan që duke dhuruar dashuri, duke dhuruar emocione të vërteta, ne mund të arrijmë të marrim atë që duam nga jeta. Dhe unë u rrita vetëm me buzëqeshje, vetëm me energji të mirë. Në studime isha e shkëlqyer, sepse ndjeja si detyrim që prindërve të mi t'ju a kthej borxhin që unë e kisha. Me babain kontaktet filluan të rallohen. Nuk është se kam pas kontakte me fëmijët e tij, nuk na lidhte asnjë gjë. Isha e pasionuar pas djalit të xhaxhit dhe gocës të xhaxhit, të cilët i quajta motor edhe vlla. Isha e lumtur në mesin e tyre dhe nuk doja askush të jetë pjesë e mesit tim. Dhe kështu ditët kalonin. Kur mbarova studimet, u njohta me djalin me të cilin po martohem sot.
që në fillim ka marrë dashuri të pakrahasueshme nga një njeri. Më ka konsideruar si gjën më të shtrenjtë edhe më të shenjtë në jetë. Nuk e kam ndier veten ndonjëherë të anashkaluar, nuk e kam ndier veten ndonjëherë në presion. Gjithmonë kam qenë e lumtur edhe e gëzuar. Dhe kur vendosëm së bashku me Xhaxhin, që unë i them babi, që të martohemi, i mat më dha mundësinë, do të thënë babai që më rriti, që unë ta bëj dasmën e ëndrave të mia. Motra edhe vllau im, jo biologjik, po kujdesen për të gjitha redimin, komoditetin që do të kenë mysafirët në këtë dasëm. Por unë e ndjeja të arsyeshme të shkruaj një letër, ndoshta të ndjerë, edhe të falenderoj këtë nën heroin, e cila mori një vend të rëndësishëm në zemrën time. E dashur mami, unë po t'i them 2 fjalë. Faleminderit që besove që unë të isha fëmia jote, faleminderit që më dhe këtë edukat, faleminderit që më dhe dashurinë dhe më përmbushe shpirtërisht. Unë fal teje ndjehem në jetën time realizuar. Unë fal teje ndjehem në jetën time plotësuar. Unë jam sot këtu sepse ti më bëre që të jem. Sot marr një rrugë krejtësisht ndryshe. Një rrugë ku unë do të kem të njëjtat parime që i ke patur ti. Një rrugë ku unë do të kem të njëjtin emocion që ti e ke kaluar. Edhe mezi pres që të bëhem nën. Të bëhem nën që t'i tregoj fëmijës tim se si më ke rritur, si më ke edukuar dhe sa sakrifikove që ti jesh pranë me mua. Unë e di që mami im është e lumtur dhe krenare që ajo vërtet iku, por mua më la në një vend të sigurt. Edhe sot ne të dyja edhe do qajmë, por edhe do gëzojmë, sepse jeta një gjë të merr, por 10 të jep. Jam falenderuese pafund. Ndoshta nuk ekzistojnë fjalët për të t'i thënë ty. Ti e meriton më shumë se gjithçka dashurinë. Ti je e veçanta e këtij universi. Ashtu siç të kam thënë gjithmonë, për mua do t'je gjëja më e shtrenjtë në jetë. Do të më mbetesh pika më e bukur në zemër. Dhe dua ta shijojmë pafund këtë emocion dhe këtë ndjesi që ne të dyja e ndërtuam bashkë. Unë si bi e ti si nën. Në këto ditë të bukura, unë të kam lënë një letër në syrtar. Në atë letër që është një varse, që ti më the që ta ka lënë në ajote amanet. E unë sot këtë varse dua të ta lë ty, që gjithmonë ta kesh kujtimin e qafë nga unë në një shenjë falenderimi.